Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Britsjavit. Atëherë do bëjmë parashikimin e muajit nëntor, edhe për shenjën tuaj, mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar për gjitha shenjat, videot e javës, por dhe video me tema për dashurin, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, do shohim si do jetë ky muaj. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Britsjavit. Atëherë, keni të bëni me energjinë e shenjës së ujorit, energjitë shenjave të tokës, por dhe energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi, ju mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Dhe filloj me javën e parë. Ju shoh që nuk e di, por ju jeni keni manifestuar në lidhje me një realizim. Ky realizim mund të ketë lidhje në lidhje me një dashuri. Varet për çfarë keni manifestuar, çfarë ju dëshironi. Mund të jetë një dashurire, mund të jetë që ju manifestoni për marrëdhëniet tuaja, ose familjen tuaj, shtëpinë tuaj, por ka lidhje më tepër me një fillim të ri. Mund të jetë një punë e re, një fillim i ri ekonomik, ose diçka tjetër. Por në fund të javës, unë shoh që merrni një zhgënjim, ose do mërziteni pak, ndoshta ju do ta bëni këtë fillim të ri, por në fund të javës bini ose të zhgënjur, ose pak të mërzitur në lidhje me këtë fillim që do bëni. Mund të jetë një punë e re, një projekt, një bashkëpunim i ri, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një aktivitet i ri, varet se çfarë ju dëshironi. Duhet keni kujdes sepse ju shoh të zhgënjur në fund të javës parë. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë keni të bëni me energji të shenjave të ujit, me energji të shenjave të tokës dhe energjinë e hënës, të gafores. Në javën e dytë, në fillim të javës së dytë, shoh që ju do çliroheni nga kjo situatë zhgënjimi, do ndjeni më të qetë, por do keni dhe lajme të mira, por i shoh që përsëri në mesin e javës ju futeni në paqartësi. Dhe këtë mund ta merrni në çfarë lloj situate. Mund të ketë lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në një rast. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje te vendi punës ose nga ana ekonomike, sepse jo të gjithë do jetë njësoj. Ose dhe në situata të ndryshme dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Më falni. Gjithsesi, unë shoh që çliroheni, qetësoheni, por në mesin e javës futeni përsëri në situata paqartësie, frikrash emocionale në lidhje me këtë fillim të ri. Për një pjesë prej jush duhet keni kujdes se mund të keni prapaskena në mesin e javës së dytë. Mund të jenë prapaskena në dashuri, mund të jenë prapaskena janë persona që ju qëndrojnë afër, mendojnë dhe veprojnë ndryshe, por duket sikur ju mbështesin, por mbas shpinës tuaj mendojnë dhe veprojnë ndryshe. Gjithsesi në fundin e javës, shoh që ju do investoni përsëri diku. Mund të investoni në një dashuri që keni investuar, mund të investoni në një punë, në këtë fillim të ri që do bëni dhe ju do investoni përsëri, edhe pse do zhgënjeni, do dilni nga kjo situatë, do keni frikë ndoshta që të investoni përsëri, por unë shoh që do investoni deri në fund të javës së dytë. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që ju mund të shtojnë të ardhurat tuaja në javën e dytë, në fund të javës së dytë. Do rrisni të ardhurat tuaja ose ju mund të bëni dhe një punë të dytë për të plotësuar ato të ardhurat që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Atëherë në javën e tretë, keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, më falni shenja ujorit, jo e briciapit, në energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe kemi energjinë e shenjës së luanit dhe të binjakëve këtu. Gjithsesi në javën e tretë, në fillim të javës së tretë, ju shoh përsëri të pakënaqur. E shoh muajin që e keni me ulje ngritje. Në një moment ndjeni mirë, bëni një fillim të ri, zhgënjeheni, harini të qetësoheni, filloni përsëri të futeni në pasiguri, në frikra emocionale, nëse gjëra do ecin ashtu si doni ju ose jo. Por gjithsesi shoh që ju përsëri do investoni diku. Mund të investoni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Dhe në fund të javës, në fillim të javës së tretë, ju shoh të pakënaqur. Ju duket sikur keni dhënë shumë në një dashuri dhe keni marrë pak. Ose ju keni investuar shumë në një punë, por jeni shpërblyer pak. Në rastin tjetër, në një projekt, në një bashkëpunim që ju mund të keni hedhur shumë para, por fitimet tuaja nuk janë ato që ju prisnit. Dhe në mesin e javës ju shoh me lajme të mira, një fillim i ri në dashuri, për gjithë ata që ndoshta kanë qenë të pakënaqur në një njohje, lidhje ose marrëdhënie. Është një fillim i ri shumë i bukur dhe shoh një takim me këtë person. Shoh që do ndjeni shumë të dashuruar. Një dashuri e re vjen drejt jush. Flas për gjithë ata që janë të lirë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që sigur do të çliroheni dhe nga këto pakënaqësi që mund të keni në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, nga ana ekonomike, se jo të gjithë mund të jenë në të njëjtat situata. Ju mund të merrni situatat si i keni, por gjithsesi shoh që do bashkëpunoni me partnerin, me partneren tuaj, por ndërkohë mund të jetë një person dashamirës te vendi punës që mund t'ju mbështesi. Por edhe në lidhje me anën ekonomike ose me situata pakënaqësisht që ju do keni gjatë javës së tretë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt, shohim kemi të bëjmë me energjinë tuaj. Energjinë e shenjës së briciapit. Shohim kemi të bëjmë me energjinë e demit, jemi në energji toke, dhe me energjinë e shenjave të ajrit. Kemi dy mbretër në javën e katërt. Kemi mbretin e monedhave, kemi mbretin e ajrit. Atëherë, mbretëreshën e monedhave, mbretëreshën e ajrit. Atëherë, ju shoh që do mendoni shumë seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë prej jush do mendoni shumë për anën ekonomike, ndërsa për disa të tjerë në lidhje me punën, projekte, investime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Do jeni në një pozicion më të favorshëm ekonomik, ju shoh. Në lidhje me dashurinë, shoh që mund të jetë edhe një person që dëshiron të japi drejtim në lidhje me ju, ose ju dëshironi të jepni drejtim kësaj njohje që do bëni që në javën e tretë, sepse ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë person. Do të rriqeni pak, edhe nga rrjetet sociale, do keni nevojë të futeni brenda vetes për të menduar dhe për t'i dhënë drejtim kësaj njohjeje. Por shoh që nuk e di, dikush do t'rregohet pak i ftohtë dhe i prerë në lidhje me ju. Ndoshta ky person mund të ketë ato kërkesat e veta në lidhje me këtë dashuri. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që do mendoni për anën ekonomike, dëshironi të jepni drejtim gjërave në punë, në familje, në lidhje me projektet, me bashkëpunimet që ju mund të keni, por shoh që mund të keni lidhje edhe me institucione shtetërore, me punë dokumentash ose diçka tjetër, që mund të kenë lidhje në lidhje me bizneset ose partneritetet të ndryshme që mund të keni, varet nga puna që ju bëni, por gjithsesi unë shoh që mund të përballeni dhe me një person që është pak narcist, ose është një person që ka eksperjenca, ndoshta nga ana ligjore ose në lidhje me dokumenta të ndryshme, kurse ju jeni me eksperjenca pune, ju shoh. Dhe këtu do jeni duke menduar se si të jepni drejtim një situate, një pune, një bashkëpunimi, por edhe një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Kjo ka lidhje edhe me dashurinë për një pjesë tjetër. Gjithsesi, është një muaj që ka ulje ngritje,
Por unë shoh që deri në fund të muajit të katërt, unë ju shoh që ju do arrini të pozicionoheni në një pozicion më të lartë, më të mirë. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt. Atëherë kemi ndjeksin e erës. Ju do jeni më të logjikshëm, do jeni gati, por do jeni dhe pak të dyshimit, thotë. Mos qëndroni më në dilema, mos u fusni dhe të jeni konfuz, thotë. Por në lidhje me ndryshimet, bëni zgjedhjet tuaja në lidhje me ndryshimet që ju dëshironi. E vërteta mund të thuhet, thot, pak më me takt. Ose e vërteta ku ju nuk mund të thuhet pa takt, thot, më saktë. Një e vërtet nuk mund të thuhet pa takt. Dhe kjo ka lidhje, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, thjesht mos qëndroni, mos mbyllni syt para situatave për të bërë ndryshimet e nevojshme që ju keni në jetën tuaj, për t'i dhënë zgjidhje çfarë do lloj situate që ju keni, dhe mos qëndroni në dyshime. Përdorni logjikën sepse ju jeni gati vërtet për t'i bërë këto ndryshime që ju dëshironi. Dhe kjo ka lidhje, tham, si në lidhje me dashurinë, me punën, me familjen, por dhe me çështje të ndryshme profesionale ose ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar të lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një vazhdimje sa më të këndshme.